Kiara Tito ka publikuar disa foto të reja në rrjetet sociale ku shfaqet në një moment të thjesht por shumë simpatik, teksa po shijon ushqim të porositur me ullë. E veshur me një xhup jeans dhe një bluzë blu të hapur që i jep një pamje të freskët dhe rinore, Kiara duket e qeshur dhe e relaksuar, me një ushqim të preferuar në dorë dhe buzëqeshjen karakteristike që e shoqëron në çdo dalje. Por si gjithmonë, nuk është vetëm Kiara ajo që merr vëmendjen në këto raste, pasi komentet e Luizit janë gjithnjë një kapitull më vete. Këtë herë, Luizi ka rrëmbyer vëmendjen e ndjekësve me një koment të papritur, plot humor dhe dashuri të fshehur në ironi. Si shpjegohesh moj gru që i hengre të gjitha nga pak, dhe nuk të lëviz make up e as nuk të ngelet gjë në dhëmbë. Tu hangër byreke, e me kullon kosi deri në bryl, ka shkruar ai, duke bërë që rrjeti të shpërthejë në të qeshura dhe zemra. Ky koment është tipik për stilin e Luizit, spontan, me humor dhe një thund i lehtë që shoqërohet me dashuri. Në të vërtetë, është pikërisht kjo dinamika mes tyre që publiku e adhuron, Kiara me sharmin dhe stilin e saj të përmbajtur, dhe Luizi me shpërthimet e tij komike dhe plot ngjyra që japin jetë çdo situate. Në komente janë shfaqur dhjetëra ndjekës që kanë komentuar me ikona të qeshurave dhe zemra, ndërsa shumë kanë shkruar se ky çift na mban gjallë dhe Luizi e ka gjithmonë fjalën që vret me të qeshur. Përveç batutës, kjo skenë e vogël tregon edhe lidhjen e ngushtë që çifti ka ndërtuar me ndjekësit. Ata jo vetëm që ndajnë momente të jetës së tyre personale, por arrin ta bëjnë këtë në një formë që krijon ndjenjën e afërsisë, sikur ndjekësit të jenë pjesë e familjes së tyre. Në një kohë kur rrjetet sociale shpesh shfaqin realitete të zbukuruara, Luiz dhe Kiara sjellin spontanitet, të vërtetë dhe emocione të vërteta, duke mbajtur të pandryshuar raportin e tyre të sinqert me publikun. Dhe nëse ndokush kishte dyshime për guston e Luizit, fotot e Kiarës dhe komenti i tij ironik janë përgjigjja më e bukur.